Gentiana Hudhra, 45 vjeç, nënë e 2 fëmijëve, mbeti e vrarë pas ditën e së shtunës 14 qershor 2025 në Tolentino të Italisë. Autori i krimit u arrit të identifikohej menjëherë nga policia. Bëhej fjalë për ish bashkëshortin e saj, Nikolaj Hudhra. 55 vjeçari nga Semani, fshati Fushi Fierit, e kishte planifikuar gjithçka më parë se të ndodhte krimi. Ai e goditi ish bashkëshorten të paktën 17 herë në shtëpinë me një thikë kuzhine me tehtë të gjatë prej 18 cm. Autori nuk ka shfaqur pendes pas arrestimit dhe marrjes në pyetje. Ai madje është shprehur se e kishte planifikuar dhe 3 herë të tjera që ta kryente krimin, por nuk kishte arritur. 55 vjeçari shqiptar, punëtor ferme që jetonte së fundmi në Pasigiano sul Trasimento, ndërsa rezidenca e tij është në Belforte, gjatë marrjes në pyetje në kazermat e karabinierëve të Tolentinos para prokurorit Enrico Ricchioni dhe në praninë të avokates së tij, Lucia Testarmata, pranoi se vrau ish gruan e tij dhe se veprimi nuk lindi rastësisht, por ishte i paramenduar. Në makinë, ai kishte një komplet thikash të cilat i kishte bler kohë më parë. Njëra prej këtyre thikave ishte me një tehtë 18 cm. Ai e mbështolli thikën në një qese dhe e futi në tutat e tij që përdor për punë. Kjo ishte për të mos e parë askush thikën. Pastaj mori skuterin që kishte në makinë, sepse ajo e njihte makinën time, deklaroi ai, dhe arriti në Viale Benaduci. Ai e dinte që Gentiana kalonte nëpër atë rrugë duke shkuar në punë ose për t'u kthyer prej saj. Në atë zonë, ai e goditi nga pas me thikën që ishte ende e mbështjell në çantë. Disa goditje, derisa gruaja ra në tokë dhe ai filloi ta godiste me shkelma. Ai tha se nuk i kujton ato momente, nuk e kujton sa goditje i dha, por e rindërtoi qartë atë që kishte bërë më parë, tha pas marrjes në pyetje avokatja Lucia Testarmata. Arma e krimit u gjet nga karabinierët dhe u sekuestrua. Nikolaj Hudhra deklaroi se e kaloi ditën me djalin e tij më të vogël, Marion, 21 vjeç. Më i madhi Samueli është 23 vjeç. Pastaj shkoi të vriste ish gruan e tij. Nikolaj Hudhra shpjegoi se cilat ishin arsyet që e shtyn të vriste Gentianën. Ai deklaroi se veproi për të liruar fëmijët e tij, duke shtuar se ajo Gentiana donte ta helmonte atë, se donte t'i helmonte fëmijët e saj, dhe se krimin e kreu në mënyrë që t'i lironte ata. Të gjitha këto pretendime sipas karabinierëve dyshohet të jenë thjesht një alibi. Pas arrestimit, Nikolaj Hudhra kërkoi të fliste me fëmijët e tij, por policia preferoi që këtë takim ta shtynte për një moment tjetër. Pasi vrau ish gruan Gentianën, e cila mbiemrin e vajzërisë e ka Kopili, Nikolaj Hudhra u ul në një stol dhe u tha të pranishmëve: "Tani telefononi policinë." Gjatë marrjes në pyetje, prokurori përmendi gjithashtu një ankesë për keqtrajtim, e cila daton që nga viti 2021, që Gentiana Hudhra Kopili e kishte paraqitur vite më parë, përpara se të ndahej nga bashkëshorti i saj.
Në fakt, pas verifikimeve rezultoi se bëhej fjalë se Gentiana e kishte denoncuar Nikolaqin për 2 episode keq trajtimi që kishin të bënin me bashkëjetesën e tyre. Në dhjetor të vitit 2021, zyra e prokurorit të Maseratës kërkoi dhe siguroi mbylljen e çështjes. Pastaj, në janar të vitit 2022, fiks 20 vjet pas martesës së tyre, e cila u zhvillua me 8 janar 2002, ata u ndanë përfundimisht dhe ligjërisht. Avokati Guglielmo De Luca, i cili e kishte ndihmuar Gentianën gjatë asaj periudhe, lidhur me ndarjen, ai deklaroi se Nikolaqi kishte një ide të fiksuar se Gentiana po e helmonte. Në shtëpi, ai i kishte vënë një zinxhir frigoriferit. Para ndarjes, Nikolaqi kishte ndryshuar drynin e shtëpisë për ta mbajtur jashtë. Në fund, fal 2 kërkesave, ai e lejoi të kthehej, por e detyroi Gentianën të flinte në një dhomë të vogël në një divan. I kisha thënë të largohej nga ai burr, deklaroi avokati i Gentianës, por ajo kishte pritur sepse ishte e shqetësuar për fëmijët e saj. Tema e dhunës në familje është një temë shumë delikate sot dita, jo vetëm në Itali, por në gjithë botën. Në veçanti në Itali, nëse një femër gjendet në një situatë të tillë, unë rekomandoj gjithmonë që të denoncoj. Është gjëja e parë që duhet të bëj, të flasë me familjarët e vet dhe të shkoj te karabinier të denoncoj në mënyrë të tillë që të nisi iter procesual për të arrestuar apo për të marrë gjitha të masat e duhura kundër autorit të krimit dhe ashtu dhe për të tuteluar veten e vet dhe fëmijët nëse ka fëmijë kjo femër. Në Itali, gjëja e parë domethënë për denoncimin mund t'i drejtohet karabinierëve. Mund t'i drejtohet edhe shoqatave që janë të krijuara për tutelimin e femrave të dhunuara, të keq trajtuara në familje, mund të drejtohet edhe studiove ligjore. Por ajo që është për mendimin tim kryesor në një situatë sidomos të vështirë ku nivelet e dhunës janë shumë të larta, gjëja e parë duhet të shkojnë te karabinierët. Stoli ku vra Gentiana, simbol kundër dhunës, mbi 1000 persona në manifestimin paqësor për Gentianën. Me 17 qershor, në Tolentino u zhvillua një manifestim për Gentianën. Qindra qytetarë morën pjesë. Stoli mbi të cilin Nikolaq Hudhra u ul pasi vrau ish gruan e tij Gentiana, u lyhe me të kuqe, si një simbol i luftës kundër dhunës ndaj grave. Në mbrëmjen e 17 qershorit 2025, në nder të 45 vjeçares, mbi 1000 njerëz ecën nga Piazza della Libertà deri në vendin ku vra Gentiana. Një marshim i heshtur, plot emocione dhe solidaritet, ku morën pjesë edhe fëmijët të afërmit e Gentianës, qytetar, kryetari i bashkisë, guvernatori rajonal, prefekti i Maseratës, komandanti provincial i karabinierëve dhe peshkopi i zonës. Një nga djemtë e Gentianës, Mario, ishte i pranishëm në manifestim. Ai deklaroi se gjithçka që keni dëgjuar për nënën time nuk është e vërtetë. Për më tepër, ajo pati një jetë të keqe. Ishte gjithmonë e sjellshme me të gjithë dhe përfundoi kështu. Në bluzat e disa prej qytetarëve shkruhej: "Të gjitha gratë janë Gentiana." Në
në momentin që një femër shkon te karabinierët për të denoncuar episode dhune, keq trajtime në familje, aktivizohet procedura që quhet kodi kush në Itali. Karabinierët e kanë për detyrë që menjëherë të transmetojnë aktet prokurorit dhe brenda 3 ditëve prokurori duhet të dëgjojë palën denoncuese. Në mënyrë të tillë pastaj që të aktivizoj një sër procesesh, një sër veprimtarie dhe mund të arrihet, do të thënë që edhe autori i fakteve, i ngjarjeve mund të largohet të detyrohet nga gjykatësi të largohet nga shtëpia ose në raste flagrance gjitha autori mund të arrestohet dhe të dërgohet në burg. Mund të merren masa si për shembull ajo e ndalimit që të t'i afrohet urdhërmbrojtës, do të thënë të ndalohet të afrohet viktimës, vendeve që viktima frekuenton, si për shembull puna, shtëpia, familja, ambientet e familjes së saj, njësitë. Normalisht kur bëhet fjalë për raste shumë të rënda, personi, autori i ngjarjes, largohet, arrestohet direkt. Por mund të ndodhi, domethënë mund të ndodhi që viktima edhe mund të vendoset në disa qendra për femrat e dhunuara gjatë kësaj kohe. Qendrat funksionojnë të gjitha. Ajo që ndoshta nuk funksionon është fakti që shumë shpesh dhuna fshehet. Nuk denoncohet, ndoshta nga turpi, impenjimet e ndryshme familjare, fëmijët, janë shumë rrethana, janë shumë gjëra, do të thënë që pengojnë një femër që të denoncojë. Ndonjëherë edhe dënimet që mund të jenë pak a shumë të lehta, në një farë pikë mund të detyrojë ndonjë femër të thotë s'po shkoj fare të denoncoj, sepse nëse ky është dënimi, pas një viti e gjysmë do gjendem gjithmonë në të njëjtën situatë, në atë pikë nuk ka shumë kuptim. Ndaj është e rëndësishme domethënë që mbi këto tema të flitet dhe t'i arrijë mesazhi viktimave që ka një shtet që i tutelon, ka familje që në pjesën më të madhe të rasteve, pavarësisht se asaj çka mund të thohet, domethënë familja i mbështet këto femra. Unë personalisht kam pasur raste të klientëve ku më kanë ardhur familjarët që kërkonin të mbronin vajzën e tyre. Edhe ndonjëherë vërtet domethënë jam ndjerë pafuqishme sepse sado familjar të vinë, po nuk ishte viktima vetë, ajo që të arrit, domethënë në pikën që të denoncoj, familjari mund të bëjë shumë pak. Por mund të habiten shumë femra se sa të kuptueshëm janë prindrit e tyre në këto situata të tilla, dhe sa të gatshëm janë që t'i tutelojnë, të bëjnë gjithçka vetëm për të mbrojtur fëmijën e vet. Guvernatori i rajonit Francesco Acquaroli deklaroi se dhuna ndaj grave është një emergjencë kombëtare në Itali që duhet të ndalet, një mikrob që duhet të dobohet nga shoqëria dhe kjo mund të bëhet duke e raportuar atë. Secili prej nesh duhet të thirret t'i kushtoj më shumë vëmendje tjetrit dhe situatave që mund të degenerojnë. E di që është e vështirë, tha ai, sepse secili prej nesh është i zënë me 1000 probleme. Komuniteti ynë është paqësor dhe dhuna duhet të dobohet dhe secili prej nesh në këto betejë duhet të jetë në vijën e parë në mënyrë që ajo që i ndodhi Gentianos të mos ndodhë më kurrë. Brezat e rinj nuk duhet i kenë më këto imazhe dhune para syve të tyre. Institucionet janë të përkushtuara për të ndërmarrë çdo veprim për të luftuar këtë fenomen të urryer dhe të padurueshëm që duhet të zhduket sa më shpejt të jetë e mundur. Ndonjëherë frika mund të vijë nga fakti që nuk kanë shumë besim sepse mund të jepet dënimi i duhur personit, sepse ndonjëherë janë edhe në kushte të tilla ekonomike që nuk mund t'ia dalin me forcat e tyre, ndoshta janë femra, domethënë që nuk punojnë ose punojnë pak, ndonjëherë janë fëmijë të mitur për cilën duhet kujdesen.
Mund të ndodhi domethënë që nuk largohet nga shtëpia autori faktit, por kërkojnë domethënë që të jetë femra ajo që të largohet drejt këtyre qendrave, domethënë mbrojtëse. Dhe kjo do të thotë një ndryshim komplet i jetesës së tyre. Ndonjëherë është dhe gjendje psikologjike, sepse dhuna të çon, është pikërisht një nga ato qëllimet e autorit të fakteve, është pikërisht ajo që të çojë viktimën në një situatë të tillë që mos të jetë në gjendje të bëjë një veprim dhe të shpëtojë nga kjo rrjet dhune. Është një anisër elementesh, domethënë që çojnë atë përfundim, por që parandalimi, fakti domethënë që në media të flitet për tematika të tilla është shumë e rëndësishme për situatë, është shumë e rëndësishme për femrat që të kuptojnë, të dinë që ka mjete që mund t'i mbrojnë, ka autoritete që mund t'i mbrojnë. Ndër të parat që mbërritën në vendngjarje ishte Carmen Nuno, shoqja e saj e ngushtë dhe ish punëdhënësja e Gentianës, e cila ishte kujdestare me profesion. Viktima mbrëmjen kur u godit me thik në park. Ishte duke folur në telefon me të. Carmen Nuno dëgjoi ato britma therse në anën tjetër të telefonit. Nuno dhe Tamara Capradosi, një konsulente pune gjithashtu mike e viktimës që nga viti 2020, të dyja së bashku kanë organizuar një mbledhje fondesh. Ditët e fundit shumë njerëz na kanë shkruar të prekur dhe të trishtuar nga tragjedia që largoi Gentianën nga fëmijët dhe familja e saj, shpjegoi Capradosi. Shumë kanë pyetur se si mund t'u ofrojnë ndihmë konkrete fëmijëve të saj, të cilët tani duhet të përballen me dhimbje të madhe dhe një të ardhme të pasigurt. Për ata që dëshirojnë është e mundur të japi një kontribut për t'i mbështetur ata. Carmen Nuno shton se ne duhet ta ruajmë kujtimin e Gentianës. Ka disa hipoteza krimi të lehta që në momentin që viktima heq dorë nga kallëzimi penal, gjyqi mbaron, shkëputet, domethënë kërkohet arkivimi nga ana prokurorit sepse mungon një rekvizit esencial që është ai i kallëzimit penal. Ka disa raste të tjera, domethënë puna është më element më karakterizues domethënë i krimit, dhe në ato raste në momentin që është bërë denoncimi edhe kur viktima tërhiqet mbrapa, procedura vazhdon gjithsesi. Për më tepër, për t'i ardhur edhe në ndihmë këtyre situatave të personave domethënë që nuk ndihen shumë të sigurt në denoncim, kanë frikë të ecin përpara të përballojnë autorin e fakteve, është e parashikuar sot dita në legjislacionin italian që viktima mos të futet formalisht në proces si palë civile në procesin penal, por të jetë gjithmonë si palë e ofenduar në procesin penal, ku mund të marrë pjesë nëpërmjet një avokati, thjesht të dëgjoj procesin, mund të flasin atë proces, por është një pozicion pak më i lehtësuar, domethënë. Me nderime të lartë, u mbajt të dielën e 22 qershorit 2025, ceremonia mortore në Shqipëri, në fshatin Pisht të njësisë administrative Levan të Fierit, vendi ku lindi Gentiana dhe ku do të pushoj përgjithmonë. Penaliteti ndryshon sepse ka disa domethënë hipoteza për dhunën në familje. Nuk është një vetme dhe penaliteti është pak çështje delikate në kuptimin që nuk varet vetëm nga ajo çka parashikuar ligji për sa i përket hipotezës konkrete, por janë disa dhe rrethana të tjera që mund të jenë rrethana të shënguese, rrethana të lehtësuese, që shkojnë pastaj që determinojnë atë që është dënimi konkretisht i aplikuar. Ndaj unë do të përshëndrosha tepër te dënimi konkret pa folur për masa minimumi, maksimumi, sepse me rrezikon domethënë të krijoj një ide të gabuar tek viktimat. Ky është Ibani për çdo që dëshiron të ndihmojë fëmijët e viktimës, i regjistruar në emër të Samuel dhe Mario Hudra. Arsye e pagesës që mund të bëhet është dhuratë.
Duke nisur nga kjo javë, shoqata të tjera në Tolentino do të takohen gjithashtu për të organizuar një tjetër mbledhje fondesh. Për fat keq po. Për fat keq po, sepse jetojmë në një epokë ku është shumë e vështirë në përgjithësi për meshkujt, por në familje është kryer domethënë edhe kundër meshkujve me autore femrat, nuk mund të mohohen dhe raste të tilla. Por është një fenomen që po zhvillohet në sot dita, sepse një pjesë e mirë e personave e kanë shumë të vështirë të pranojnë një jo. Nuk arritur ta konceptojnë, me thënë të drejtën, dhe të pranojnë një situatë të tillë, sepse jo është jo. Nuk ka një situatë tjetër, domethënë. Nëse një person nuk do të bëj diçka, nuk shkon mirë me këtë person, unë këshilloj gjithmonë ndahuni. Nuk duhet të jetë, domethënë, e detyruar që një person të rri me dhunë kundër dëshirës së vet. Kuptoj domethënë që procesi i ndarjes është edhe një proces që psikologjikisht është i vështirë, por ka figura profesionale siç janë ato të psikologëve që të ndihmojnë në këtë perkorso. Jemi në një periudhë, domethënë, në një periudhë historike ku pjesë më e madhe personave mendojnë se kanë vetëm të drejta. Quindi unë dua të rri me këtë person dhe nuk duhet të di fare se çfarë mendon ky person në kundrejt meje. Jo, nuk është kështu. Domethënë, jo është jo. Avokati i familjes së Gentiana Kopilit, Guglielmo De Luca, deklaroi se për rreth një muaj djemtë e Gentianës, Samueli dhe Mario do të shkojnë në Shqipëri. Kolegja që mbron vrasësin Nikolaj Hudra më tha se ai kërkoi të kishte mundësi t'u shkruante fëmijëve të tij. Gjëja e parë, siç thash në fillim, unë këshilloj gjithmonë denoncimin. Duhet denoncuar në çdo rast, sepse këto janë situata që nisin me gjëra të vogla, por me kalimin e kohës zmadhohen dhe arrim në fatkeqësi, domethënë që ndonjëherë mund të shkojnë deri dhe në vrasje. Ndaj në këmbanat e para të alarmit duhet denoncuar dhe normalisht domethënë parashikohet, nëse ka vetëm flagrant, parashikohet arrestimi i menjëhershëm i autorit. Pastaj janë gjitha domethënë procesi në vazhdim, janë gjithmonë urdhri mosafrimit ndaj personit në një distancë të caktuar, vend në shtëpisë, vendit të punës, familjarëve, pak a shumë janë të gjitha këto situata. Janë në funksionim edhe dispozitive elektronik që kontrollojnë autorin, domethënë se sa larg është ndaj viktimës apo jo, nëse i thyen këto domethënë masa paraprake që mund të vendosen. Pasoja pastaj është arrestimi, por ligji parashikon domethënë si fatkeqësinë e krimit, ashtu edhe masat e parandalimit. Ndaj duhet gjithmonë denoncuar. Nikolaj Hudra u shfaq i kthjellët gjatë seancës dëgjimore para gjykatës së Maseratës. Ai konfirmoi gjatë seancës dëgjimore para gjyqtares hetuese Daniela Belesi, e cila u zhvillua nëpërmjet lidhjes video, atë që tha gjatë marrjes në pyetje në kazermat e karabinierëve të Tolentinos disa orë pas krimit. Gjykatësja e pyeti nëse donte të bënte deklarata të mëtejshme dhe nëse donte t'u përgjigjej pyetjeve. Ai i ndihmuar nga avokatja Lucia Testarmata vendosi të përgjigjej. Gjatë seancës dëgjimore ai nuk e thirri kurrë Gentianën me emër, por përdori terma të tillë si zonja dhe akoma më keq, mostra. Ai tha gjykatëses se sipas mendimit të tij, Gentiana ishte shkaku i sëmundjeve të tij dhe të fëmijëve të tij. Tani që ai përbindesh ka vdekur, nuk ka sëmundje për fëmijët e mi, tani ata janë të lirë. Nikolaqi deklaroi se shpenzova 70.000 euro për mjek të cilët ndër të tjera, tha ai, nuk ishin të aftë të jepnin një përgjigje për këtë sëmundje. Këto deklarata të rënda ishin një nga pjesët më të vështira të seancës dëgjimore.
Gjykatësja e pyeti se si ish gruaja e tij mund të ishte shkaku i të gjitha sëmundjeve nga të cilat Nikolaqi tha se vuanin ai dhe fëmijët e tij. Përgjigja e 55 vjeçarit shqiptar ishte të pyeste një nga fëmijët e tij. Djali juaj, tha gjykatësja, nuk tha që nëna e tij ishte shkaku i sëmundjes së tij. Ai tha se ajo e besonte, ndërsa Nikolaq Hudra ju përgjigj se pse asnjë nga mjekët nuk mund të bënte një diagnozë. Ai gjithashtu tha se që nga janari i vitit 2024 kishte punuar në një fermë bagëtish dhe se më parë kishte punuar si murator dhe më pas si bukpjekës. Gjatë seancës dëgjimore në të cilën morën pjesë si prokurori Giovanni Fabrizio Narbone ashtu dhe prokurori Enrico Ricchioni, Nikolaq Hudra u pyet se sa shpesh fliste me gruan e tij. Kur, deklaroi ai, herën e fundit që e pashta ai ishte te noteri sepse pas ndarjes ajo e kishte mbajtur shtëpinë dhe i kishte paguar parat për të blerë pjesën e tij. Herën e fundit që kishte dëgjuar prej saj ishte kur Gentiana i kishte shkruar për të folur me një nga fëmijët e tyre. Nikolaq Hudra përsëriti në seancë: "E bëra për fëmijët e mi. Nëse nuk do ta kisha bërë këtë, ata do të kishin vdekur. Nuk do ta kisha bërë për asgjë tjetër. Nuk kam marrë kurrë një gjob në jetën time." Ai u pyet gjithashtu nëse kishte qenë ndonjëherë te një psikiatër. Ai deklaroi se po në vitin 2021, duke shtuar se e ka të gjithë dokumentacionin mjekësor në makinën e tij dhe se prokurori mund ta verifikonte. Sipas Nikolaq Hudrës, vizita psikiatrike nuk zbuloi asgjë. Vizita i ishte rekomanduar nga qendra e këshillimit gjatë fazës së ndarjes. Atëherë, kjo është një nga situatat më të vështira, situatë që kam ndjekur personalisht, domethënë, dhe në rastin tim, po edhe në përgjithësi, unë këshilloj gjithmonë denoncimin dhe duhet i drejtohen shërbimeve sociale, sepse normalisht të persona të sëmundje mendore nuk arrin nuk shfaqen kështu nga hiçi. Normalisht janë situata që kanë qenë të monitoruara. Janë persona që mund të jenë të ndjekur gjara nga një psikiatër. Dhe nëse nuk janë të ndjekur, atëherë gjatë, më thënë, bashkëbisedimit me shërbimet sociale, duhet bërë parasysh, domethënë, kjo situatë, duhet bërë parasysh vështirësitë, por gjithmonë denoncimi, sepse për fat keq është e vështirë që edhe të merren informacione nga këtë gjë. Mua më ka ndodhur personalisht për shembull, kur i kam kërkuar informacione shërbimit sanitar dhe i kam shpjeguar shiko se klienti ime ka gjetur këto ilaçe që merr personi në fjalë, është e nevojshme të kuptojmë se nga çfarë sëmundje vuan për të tuteluar si personin, por edhe fëmijën e mitur. Edhe më kanë ardhur dhe më kanë thënë që jo, për privacy-n e personit ne nuk mund t'i japim këto informacione. Ndaj është shumë e rëndësishme domethënë që të jenë gjithmonë në kontakte, të denoncojnë, të drejtohen shërbimeve sociale dhe të drejtojnë edhe një avokati për tutelimin e të drejtave të tyre. Dhe duhet jenë gjithmonë në kontakt me shërbimet sociale. Gjithmonë. Se janë shumë situata të paparashikueshme, dhe çfarë do lloji, domethënë, sidomos kur ka të bëjë me fëmijë të mitur, ku përpiqet gjithmonë të tutelohet edhe drejta e prindërore dhe e personit, domethënë, të smur, por ndonjëherë ajo që shkon që vuan pasojat më të rënda është pikërisht personi i shëndetshëm. Sepse kërkohet një sforcim më tej për të kuptuar personin tjetër, por duhet gjithmonë, domethënë, kur ka të bëjë me situata të tilla, domethënë të smundjeve psikologjike, duhet të angazhohen familja e personit, prindrit, motrat, xhezrit, çfarë ka, shërbimet sociale, të cilët domethënë jo vetëm që monitorojnë familjen, por edhe domethënë ngarkojnë një person, një psikiatër në këtë rast, që të kujdeset domethënë për aspektin psikiatrik, domethënë të marrë ilaçeve, shpjegimin pak, sepse ta persona kanë edhe një ide të botës që është krejt ndryshe nga çka është realiteti.
Artur Kopili, vëllai Gentianës, deklaroi se motra e tij kishte denoncuar Nikolaqin, por askush nuk mori masa ndaj tij. Mediat italiane raportuan se ai deklaroi se të gjithë e dinin për këtë situatë. Motra ime e kishte denoncuar ish burrin e saj disa vite më parë, por askush nuk mori masa. Në rast të parë mbëshillimi e familjes, sepse është një rast vërtet rrënqesës dhe temase i rëndë. Efektivisht në Itali ka shumë diskutime mbi efektivitetin e masave që janë të parashikuar aktualisht në parandalimin e situatave të tilla. Sepse për fat keq, më thënë, këto masa thyen mjaft shpesh. Flitet vërtet shumë për masa alternative që janë ato dispozitivet elektronike. Mendoj domethënë që në radhë parë është një fenomen që nuk mund të trajtohet vetëm me shtrëngimin e masave ligjore, por është një fenomen që ka rrënjë kulturore të gabuara dhe që ka nevojë domethënë që të flitet, të trajtohet, ka nevojë që brezat të edukohen ose të riedukohen në gjitha krimet që kanë të bëjnë me dhunën në familje ndaj femrave, stalking, krime të tilla për shembull, një nga kushtet që është vendosur që autori i krimit të kryejë një kurs kundër dhunës ndaj femrave. Kjo është një mënyrë domethënë ku trajtohet tematika, ku trajtohen se ku gabojnë, ku i mësohet në një farë mënyre autorit që të respektojë domethënë kufi që vendos pala tjetër. Kjo është një masë për mendimin tim që është e rëndësishme, por është një masë që mund të jetë më efikase në qoftë se jepet, domethënë nëse vendoset më përpara akoma procesit. Tani për shembull përpara procesit kuestori mund t'i japi një paralajmërim autorit të ngjarjes që mos i afrohet viktimës. Ka disa masa efektivisht nuk janë shumë efikase. Dhe ajo që do jetë efikase është në rast parë, më thënë, një ndryshim mentaliteti, një trajtim nga përshtrimi kulturor, psikologjik, sociologjik i fenomenit dhe një rritje të mirëqenies psikofizike të personave në mënyrë të tillë që të kuptojnë që këto janë sjellje të gabuara. Sepse çfarë lloj masesh mund të merren deterrenca gjithmonë, domethënë për fat keq jo gjithmonë është. Për shumë dispozitivet elektronike janë një nga masat më efikase, por mund të ndodhin gabime edhe aty. Masat e tjera për shembull, edhe nëse është ndalimi që t'i afrohet brenda një farë rrethi viktimës, ndonjëherë afrohen jo në 150 apo 300 metra që është ndalimi, por shkojnë 305, po prapë domethënë janë gjithmonë në zonën ku frekuenton viktima. Ndaj gjëja kryesore për mendimin tim domethënë është ajo që të flitet sa më shumë për fenomenin, të dënohet sa më shumë fenomeni dhe të kuptohet që nuk janë sjellje normale, absolutisht. Jo, është jo. Gentiana kujdesej për disa familje në Tolentino. Ajo shkonte në punë në këmbë, nuk kishte makinë. Banorët e Tolentinos kanë folur me superlativa për të. Dje ajo kishte punuar deri në orën 14 në shtëpinë e nënës time, tha një grua. Pastaj duhet të fillonte përsëri këtë mëngjes në orën 8. Ajo ishte punëtore pa lodhur, nuk mund ta besojmë çfarë ndodhi. Rreth 7 vjet më parë para ndarjes, ajo kishte bler një apartament së bashku me ish-burrin e saj jashtë qendrës së Tolentinos. Ishte një grua shumë e sjellshme, shumë serioze, dinte të bënte vetëm punën, shton një tjetër banore e zonës.
Në rast se flasim për një femër që akoma nuk e ka gjetur guximin të denoncojë, por çfarë do lloj femre në situatat vështira, do i këshilloja në rast i parë të drejtohet një shoqate që trajton dhunën ndaj femrës. Sepse në këtë mënyrë dëgjenja vjen ku dhe persona që mund t'i dëgjojnë. Gjëja kryesore në raste të tilla është pikërisht të mirëkuptimi, që të gjejnë persona që të jenë në gjendje t'i dëgjojnë. Nga kjo pastaj duhet të denoncojnë. Gjithmonë. Duhet të denoncojnë dhe të përpiqen të arrijnë një pavarësi ekonomike. Pavarësia ekonomike lejojnë, domethënë, që një femër të arrijë të marrë vendimet e veta pas një lloj presioni. Pavarësia ekonomike nuk është kushti kryesor dhe i parë. Absolutisht, janë një sër rrethanash, domethënë që unë i këshilloj të gjitha bashkë. Të gjitha bashkë. Sidomos për shembull në momentin kur ish bashorti në fejuarin apo çfarë do lloj personi tjetër që ushtron dhunë, duhet marrë gjë e parë që duhet marrë ndërkohë që të merren karabinierë në telefon, ose edhe kur është jashtë, duhet marrë menjëherë në telefon sepse në këtë mënyrë arrin të kapet autorin në flagrancë. Dhe kjo ndryshon shumë flagranca e krimit. Ndonjëherë, nëse denoncimi bëhet edhe shumë kohë më pas, dhe procedura nuk ecin shpejt siç mund të ecë për shembull në rast flagrance. Pas divorcit është më se normale që dy bashkëshortët të flasin me njëri tjetrin sepse në rastet më të makthër të rasteve kemi të bëjmë domethënë me nukleo familjar që kanë pasur dhe fëmijë dhe do normal që do jenë në kontakt. Por ky kontakt duhet të jetë i qetë, duhet të jetë të arrijë në mënyrë të qytetëruar. Nëse femra ka perceptimin që ky lloj kontakti nuk është i atij lloji, por që gjen ish bashortin në vendin e punës, poshtë shtëpisë, ku ta diun te fermata e autobusit, apo gjëra të tilla, këto nuk janë gjëra normale. Në rastin domethënë që nuk arrin një herë, dy herë, përpiqet domethënë të shpjegosh tjetrit në mënyrë më së paqësore, që kjo nuk është mënyra për të folur, kjo nuk është mënyra për të kontaktuar, për të gjendur, për të takuar, dhe personi tjetër vazhdon akoma, gjë e parë denoncimi, direkt karabinierë në telefon. Shpresojmë domethënë që raste të tilla domethënë të dëgjohen sa më pak dhe shpresojmë domethënë që të denoncojnë gjithmonë. Të flasin sepse ka shumë shoqata që merren, që trajtojnë dhunën kundër femrës, ka shumë profesionistë domethënë që mund t'i vinë në ndihmë këtyre femrave, profesionistë si të shërbimeve sociale, psikolog, avokat, domethënë edhe autoritetet, duke nisur nga karabinierët, nga prokurorit, gjitha parashikojnë gjithmonë një kanal të shpejt për situata domethënë dhe denoncime të këtij lloji, ndaj nuk duhet asnjëherë toleruar dhuna, asnjëherë.